Përshëndetje shikuesve të Gjirokastër, do të jemi bashkë në zëditari informativ lajme shkundër të tjera do i ftohet të ndiqnit. Në drejtimin e kryeministrit Edi Rama u zhvillua mëngjesin e kësaj të premte mbledhja e Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile. Kryeministri Rama garantoi mbështetje të plotë për qytetarët e prekur nga situata e përmbytjeve. Shtabi i emergjencave në prefekturën e Gjirokastrës po koordinon ndërhyrjet për përballimin e situatës dhe rikuperimin e dëmeve të shkaktuara nga moti i keq gjatë 72 orëve të fundit. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku së bashku me ministren e Arsimit Mirela Kumbaro ishin mbrëmjen e djeshme në Gjirokastër, ku garantuan angazhimin e plotë të qeverisë për vlerësimin në terren dhe kompensimin e çdo dëmi të evidentuar. Prefekti e qarkut Gjirokastër Albana Hasanaj deklaroi se situata nga rreshtet e Dëborës dhe Shirat mbetet problematike në disa zona, por po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme nga strukturat e emergjencës. Hasanaj bëri me dije se disa familje janë evakuuar për arsye sigurie. Moti i keq ka përfshirë edhe qytetin e Përmetit, ku rreshtet e dendura dhe prurjet e inerteve shkaktuan përmbytjen e 4 banesave. Kryetaria e Bashkisë Alma Hoxha thotë se familjet janë strehuar në një konvikt, ndërkohë që problem mbetet aksi rrugor Përmet Çarçov, i cili ka mbetur i bllokuar dhe ka ndërprerje qarkullimit të automjeteve. Për këto dhe të tjera ju ftoj të na ndiqni në minutat në vim, do t'i shohim tash më gjërësisht. Në drejtimin e kryeministrit të vendit Edi Rama u zhvillua mëngjesin e kësaj të premte mbledhja e Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile. Kryeministri Rama garantoi mbështetje të plotë për qytetarët e prekur nga situata e përmbytjeve, duke theksuar se qeveria do të përmbush çdo detyrim ndaj tyre, si për banesat, bizneset edhe gjën e gjallë. Dëmtimet e pronës. Kryeministri Edi Rama siguroi se çdo i prekur nga situata e pazakonte motit do të dëmshpërblehet. Ai mblodhi mëngjesin e së premtes Komitetin Ndërministror të Emergjencave Civile, ku ministrat raportuan mbi situatën dhe punën që po bëhet në terren. Sot dua t'i siguroj edhe të dëmtuarit e kësaj here se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrim ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. E di që fjala durim mund t'i tingëllojë shumë kujt si një cingërisje e tepërt veshësh, por durimi është i domosdoshëm në kushtet kur për më tepër çka po përjetojmë nuk është thjesht mot i keq. Shiu nuk ndalet me shpifje, si ato që nuk punojnë hidrovorët, lumejnë nuk kthehen në shtrat me protesta, si ato që s'kan lidhje fare me arsyen pse përmbyten shtëpitë e ndërtuara në territore shumë vulnerabël. Zëvendës kryeministra dhe ministra e infrastrukturës Belinda Balluku konfirmoi se të gjitha akset e rrugëve kombëtare janë të kalueshme, ndërsa tha se shkarkimet e digave janë nën kontroll. Ajo lajmëroi se pritet një tjetër përkeqësim i motit mbrëmjen e së premtes, ndërsa tha se është reduktuar numri i abonentëve që nuk furnizohen me energji elektrike për shkak se 2 në stacione kanë prezencë uji. Akset rrugore janë të gjitha funksionale, i referojmë këtu akseve kombëtare, jemi në ndjeni gjithashtu që ka pasur problematika në akset rurale të cilat mirëmbahen kryesisht nga bashkit, ka pasur një angazhim për të ndihmuar edhe bashkit nga autoriteti rrugor shqiptar dhe nga të gjithë kontraktorët, i gjithë territori është i aksesueshëm. Raportimet e emergjencave flasin për rreth 13.000 hektar tokë përmbytur dhe rreth 1.578 banesa të dëmtuara nga uji. Ndërkohë që gjatë mbledhjes së Komitetit të Emergjencave, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro deklaroi se për shkak të kushteve të motit, sot është pezulluar mësimi në 54 shkolla në disa qarqe të vendit, kryesisht për arsye sigurie. Ajo theksoi se nuk ka dëmtime në godinat shkollore dhe se komunikimi me 1510 shkollat e sistemit para universitar vijon pa ndërprerje. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ka paraqitur situatën në sistemin arsimor para universitar gjatë mbledhjes së Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile. Kumbaro raportoi se edhe në rastet ku është pezulluar mësimi, nuk ka pasur dëmtime të objekteve arsimore, por është bërë për të garantuar sigurinë e nxënësve dhe mësuesve gjatë transportit.
që në kontakt të jo të përditshëm, por në çdo orë, në mënyrë kapilare me çdo drejtor shkolle në të 1510 shkollat e Shqipërisë në sistemin parauniversitar nga Veriun Jug dhe në kontakt me të gjithë mësuesët nëpërmjet gjithë rrjetit të komunikimit. Praktikisht në raportimin e fundit midis orës 7 edhe 8 të mëngjesit sot, situata është si më poshtë. Në gjithë qarkun e Tiranës mësimi ka filluar rregullisht në të gjitha shkollat. Kemi në qarkun e Durrësit një ndërprerje të përkohshme në rreth 12 shkolla, më së shumti në Krujë, Suks, Katundiri, Durrës dhe në Universitetin Aleksandër Mosiu të Durrësit është ndërprerë mësimi këto 3 ditë, sepse aksesi ka qenë i vështirë, por fal bashkëpunimit në forcat e armatosura, po kthehet gjithçka në normalitet dhe janë njoftuar gjithë studentët që të hënë fillon mësimi normalisht. Në qarkun e Dibrës mësimi gjithashtu vazhdon normalisht, në qarkun e Lezhës dhe të Shkodrës është gjithçka në rregull dhe mësimi ka filluar edhe sot normalisht në të gjitha shkollat. Në më problematike është situata në qarkun Vlorë, Gjirokastër dhe Fier, ku kemi rreth 10 shkolla ku sot kemi pas ndërprerje të përkohshme të kontrolluar. Këtë e bëjmë për, siç e thatë dhe ju, për arsye sigurie. Në radhë të parë për nxënësit, jemi në kontakt me të gjithë mësuesit dhe me të gjithë prindrit, por edhe për ata mësues të cilët ju duhet të bëjnë rrugë në për zonat më të thella. Dhe kryesisht ndërprerja është bërë në shkolla ku ka zona të thella, fshatra, shkolla të vogla dhe vazhdojmë të jemi në komunikim me ta. Në qarkun e Vlorës, kryesisht në Borsh, Vlorë, Novosel, Orikum, Ferras, Lushnje dhe në Fier dhe në qarkun e Gjirokastrës, në Ballaban dhe Piskov. Në pjesën tjetër mësimi vazhdon normalisht. Edhe në bashkinë e Gjirokastrës, ku ditën e mërkurë kemi pasur ndërprerje të përkohshme, jo sepse shkollat kishin probleme si objekte, por sepse prurjet e inerteve ishin kaq masive nga malet në rrugët e bashkisë Gjirokastër, kështu që për arsye sigurie u ndërprej përkohësisht, por situata u kthye në normalitet brenda disa orëve fal bashkëpunimit të forcave të armatosura, bashkisë dhe emergjencave civile. Thashë në Lezhë dhe Shkodër gjithçka vazhdon normalisht, në qarkun Korç, Berat dhe Elbasan, janë rreth 32 shkolla në Skrapar, Kolonj, Librazh, Gramsh, Pogradec, Labinot, Mal, të gjitha këto në zonat malore të thella dhe në shkolla vartësie kryesisht që ndodhen në zonat vështira, ku për shkak të ngritjes kemi menduar që të mos rrezikojmë as mësuesët dhe as nxënësit që duhet zhvendosen. Kjo është situata për momentin në rang vendi, nga 1510 shkolla, rreth 54 shkolla kanë ndërprerje të përkohshme të mësimit sot. E ndjekim në vazhdimsi. Shtabi i emergjencave në prefekturën e Gjirokastrës po koordinon ndërhyrjet për përballimin e situatës dhe rikuperimin e dëmeve të shkaktuara nga moti i keq gjatë 72 orëve të fundit. Zvendës kryeministria Belinda Balluku dhe ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ishin mbrëmjen e djeshme në Gjirokastër, ku garantuan angazhimin e plotë të qeverisë për vlerësimin në terren dhe kompensimin e çdo dëmi të evidentuar. Zëvendës kryeministria dhe ministria e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, së bashku me ministren e arsimit Mirela Kumbaro, kanë mbledhur në prefekturën e Gjirokastrës shtabin e emergjencave civile për të koordinuar veprimtaritë pas përmbytjeve të shkaktuara nga rreshtet e dendura. Balluku bëri me dije se niveli i lumit Vjosa në Memaliaj ka rënë nga 8 në 6.5 metër, duke sinjalizuar përmirësim të situatës. Ndërkohë, strukturat e emergjencave civile dhe forcat e armatosura po inspektojnë banesat e prekura. Një lajm mirë që desha të ndaja që nuk ka të bëjë vetëm me qarkun e Gjirokastrës, po me të gjithë jugun dhe gjithë zonat nga ku kalon lumi i Vjosës, është që krahasuar me nivelin që kemi pasur sot në pikën e matjes, që është ajo e Memalia që ka qenë 8 metra, tani ka rënë në 6.5. Pra kemi një ulje me 1.5 metra, e cila do të reflektohet gjithashtu edhe në zonën e Novoselës, në Grykderdhje. Pra, zonë që kemi inspektuar sot gjatë ditës, ka qenë Ministri Mbrojtjes atje, Ministri Bujqësisë, kemi komunikuar me të gjithë popullatën e zonës edhe për evakuimin, por duke qenë se kemi këtë rënje me 1.5 metra të pikës së matjes në Memaliaj, me të vërtet ky është një lajm i mirë që tregon përmirësimin e situatës. Këtu në Gjirokastër temperaturat janë ulur, ka filluar edhe një rreshje bore e lehtë, megjithatë rrugët janë kryesisht të hapura, ka disa rrugë fshatrash të cilat komunikojnë me njëra tjetrën që janë për momentin të bllokuara. Batalioni i dislokuar këtu, që është një batalion i ri, ka bërë një punë shkëlqyer gjatë periudhës së zjarreve në verën e kaluar, por është duke bërë të njëjtën punë
edhe gjatë kësaj situate me rreshtet e shtuara në të gjithë Shqipërinë, por sidomos edhe këtu në qarkun e Gjirokastrës. Vetëm në zonën e Memaliajt Fshat ka disa banesa të cilat do të inspektohen në këtë moment nga forcat e emergjencave civile dhe nga forcat e armatosura, ndërkohë që nga ana tjetër e gjithë situata është nën kontroll. Kemi diskutuar me kryetarët e bashkisë që janë prezent, me drejtuesën e qarkut, me prefekten dhe të gjithë të tjerët që kanë qenë gjatë kësaj mbledhje për disa pika kryesore që duhet vjen tani në zbatim për sa i përket një plani evakuimi. Pak rëndësi nëse do të ketë përkeqësim të motit apo jo, plani evakuimi duhet jetë për gjitha bashkit prezent, ato bashkit cilat kanë njësi hotelerie apo konvikte e kanë shumë më lehtë zbatueshëm, të gjitha bashkit e tjera do të marrin masat bashkë me emergjencat civile për të pasur palestra apo njësi të tjera të cilat mund të akomodojnë në rastin e kërkesës së evakuimit. Megjithatë, ashtu siç thash, situata e motit është duke u përmirësuar, sigurisht të shtunën ne do të kemi një përkeqësim tjetër të motit i cili do të sjell rreshje të reja, megjithatë do të kemi 48 orë për ta menaxhuar situatën. Temperaturat po ulen, në ndërkohë kemi diskutuar edhe për situatën energjetike në këtë qark, duke qenë se këtu e kemi pasur sfidën më të madhe, është menaxhuar shumë mirë pjesa tjetër e Shqipërisë, ndërkohë që në Gjirokastër kemi pasur ndërprerje në disa fshatra, apo kemi pasur të ndërprerje të një linje transmetimi që është ajo e Lunxhërisë, që në një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, forcat e armatosura, elektricistët dhe inxhinierët e OSHE-s, edhe forcat e emergjencave civile kanë rikthyer energjinë në zonën e Lunxhërisë duke kryer këtë aksion për rilidhjen e transmetimit. Nga ana tjetër, të gjitha njësitë, si ato vendore, si ato të pushtetit qendror, janë në koordinim të plot, përsa i përket edhe pjesës së rrjetit të akseve rrugore kombëtare, edhe për to janë marrë masa. Menjëherë pas kalimit kësaj situate, ne në bashkëpunim me pushtetin vendor, pasi do të jetë një nga detyrat që duhet ta performojë pushteti vendor, do të ketë një identifikim të dëmeve që kanë ardhur për shkak të kësaj situate dhe padyshim kompensimi i tyre. Ndërkohë, ministria Mirela Kumbaro deklaroi se të gjitha strukturat janë mobilizuar për rikthimin e situatës në normalitet. Fal një kontrolli, menaxhimi dhe mobilizimi si të sektorit publik, të sektorit privat, të forcave të armatosura, është menaxhuar situata, jemi 24 orë në kontroll, duke u fokusuar në disa pika, jo tashmë në qytetin e Gjirokastrës, por në disa nga zonat, siç është në njësinë Odrie, ku kemi disa probleme, disa fshatra po në zonën e Lunxhërisë. Por nga ana tjetër për sektorin e arsimit dua të them që gjithë situata është në kontroll, ndërhyjmë vetëm në disa pika, siç kanë qenë në disa shkolla në zonën e Këlqyer Përmetit apo edhe këtu në Gjirokastër, ku ka pasur përkohësisht bllokim të rrugëve dhe vonesa të mësimit. Ndërkohë, autoritetet mbeten në gatishmëri, teksa situata po monitorohet nga afër në të gjithë qarkun. Ndërkohë që prefektja e qarkut të Gjirokastrës Albana Hasanaj deklaroi se situata nga rreshtet e Dëborës dhe Shira të mbetet problematike në disa zona, por po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme nga strukturat e emergjencës. Hasanaj bërë me dije se disa familje janë evakuuar për arsye sigurie, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve deri në përmirësimin e kushteve të motit. Në qarkun e Gjirokastrës, rreshjet e shiut i kanë lënë tashmë vendin në rreshjeve të Dëborës, të cilat kanë nisur që në orët e para të paradites me intensitet më të lartë në zonat malore. Të gjitha strukturat përkatëse ndodhen në terren, ku po punohet për rehabilitimin e problematikave të evidentuara, si edhe për pastrimin e inerteve të lëna pas nga prurjet e shumta të ujrave të përrenjve malor. Kemi disa bllokime dhe këto bllokime përgjithsisht janë në njësitë administrative të zonave malore. Frashër Përmet, Zagori Libohov, Poliçan Dropull, Kurvelesh Tepelen. Vazhdon të mbetet problem aksi rrugor Gjirokastër Tepelen dhe pikërisht në pikën Shkalla e Zezë, e cila vazhdon të jetë e bllokuar dhe rruga është e aksesueshme vetëm me një aks. Ditën e dieshme ka patur problematik dhe shkarje të rrugës në aksin rrugor Përmet Tepelen dhe pikërisht në afër fshatit Petran,
është ndaluar qarkullimi i mjeteve dhe policia e shtetit ka qenë gjatë gjithë këtyre orëve në gatishmëri për menaxhimin e situatës. Në vendngjarje kanë shkuar kontraktorët e firmës bashku me ARSH-n për të bërë vlerësimin e kësaj rruge dhe më pas për të vijuar me ndërhyrjet dhe sjelljen e kësaj rruge në normalitet. Gjithashtu, për shkak të erozionit të shkaktuar nga rreshjet e shumta të shiut, në qarkun e Gjirokastrës rrezikojnë rreth 13 banesa, familjarët e të cilave janë evakuuar. Në qarkun e Gjirokastrës, deri në momentet që po flasim, kemi 13 familje të evakuara. Nga bashkit janë kërkuar edhe asistencë për vlerësimin gjeologjik të tokës dhe për vlerësimin e rasteve për të vazhduar më tej me marrjen e masave për rikthimin e këtyre familjeve pranë banesave të tyre apo për nevojë ndërhyrje në të gjitha këto banesa. 80% e territorit të qarkut është furnizuar me energji elektrike gjatë gjithë këtyre orëve, gjatë gjithë kësaj situate të vështirë. Problematik kemi patur në zonën e Lunxhërisë, por me një ndërhyrje nga OSHE-ja në bashkëpunim me forcat e armatosura, është rikthyer energjia elektrike në këtë zonë. Vazhdon të punohet në të gjitha zonat e tjera, në njësitë administrative dhe përgjithsisht në bashkinë me Maliaj, që një pjesë e mirë e disa fshatrave për disa orë kanë qenë pa energji elektrike, nga ana e OSHE-s është duke u punuar në mënyrë të vazhduar për rikthimin e energjisë në të gjitha këto zona. Emergjenca civile në Gjirokastër mbeten në teren duke ndjekur nga afër situatën dhe duke ndërhyrë me të gjitha kapacitetet e plota për menaxhimin e emergjencave dhe garantimin e sigurisë së qytetarëve. Kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës Flamur Golemi njoftoi sot se pas rikthimit të situatës në normalitet nga rreshjet e pazakonta janë nisur verifikimet e dëmeve të shkaktuara tek familjet dhe bizneset. 2 grupe pune po evidentojnë çdo dëm në banesa, biznese dhe prona të qytetarëve, me qëllim që asnjë rast të mos mbetet pa u dokumentuar. Kryetari Golemi bëri thirrje që çdo qytetar dhe biznes i dëmtuar të bashkëpunojë me grupet e verifikimit, duke paraqitur shqetësimet dhe dokumentacionin e nevojshëm. Ai siguroi se çdo problematike konstatuar do të trajtohet me kujdes dhe seriozitet nga strukturat e bashkisë. Për kontaktet me grupet e verifikimit, kryetari Golemi ka kërkuar që qytetarët të përdorin numrat e mëposhtëm 069 62 89 875 dhe 068 45 28 119. Bashkia e Gjirokastrës në bashkëpunim me forcat gjenjere kanë nisur punimet për rikonstruksionin e rrugëve rurale të dëmtuara nga shirat e rrëmbyeshëm. Ekipet e bashkisë dhe të emergjencës po punojnë pa pushim për të rikthyer normalitetin e qarkullimit dhe për t'i dhënë mundësi qytetarëve të lëvizin lirshëm në të gjitha rrugët e fshatrave të prekura nga moti i keq. Ndërkohë që qytetarët janë këshilluar të tregojnë kujdes dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve deri në përfundimin e punimeve. Në bashkinë Gjirokastër puna vion intensivisht në zonat rurale ku strukturat e shërbimeve publike ndodhen në teren për pastrimin e inerteve dhe rehabilitimin e rrugëve të dëmtuara nga prurjet e shumta të ujrave. Po merren të gjitha masat për eliminimin e të gjitha dëmeve të shkaktuara nga këto rreshje. Aktualisht po punojmë në fshatin Asim Zeneli për eliminimin e problematikës së shkarjes së dheu dhe bllokimit të rrugës. Fill mbas kësaj ditën e sotme në të njëjtën linjë jemi në fshatin Dhoksat. Dhe po punohet në çdo orë për të rehabilituar sa më shpejt problematikën e fshatit Dhoksat për problematikën e fshatit Asim Zeneli. Edhe në fshatin Tërbuq kishim të njëjtin problematik me shkarje dheu dhe bllokim rrugësh dhe aty u morën masat na ushtria dje për hapjen e rrugës. Mjetet e rënda po punojnë për normalizimin e qarkullimit dhe eliminimin e problematikave të krijuara pas motit të keq. Zëvendës kryeministria Njerazi dhe Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës Belinda Balluku me anë të një statusi në rrjetin e saj Facebook ka theksuar se pavarësisht kushteve ekstreme atmosferike të gjitha institucionet përgjegjëse vijojnë të jenë në krye të detyrës. Ajo vuri në dukje heroizmin për kushtimin dhe guximin e jashtëzakonshëm të punonjësve të OSHE Gjirokastër, të cilët në terren dhe në kushte teje të vështira po punojnë pa ndërprerje për të rikthyer energjinë elektrike. Sipas saj, skuadrat e OSHE-s në bashkëpunim me forcat e armatosura dhe strukturat e shtabit të emergjencave në qarkun e Gjirokastrës po përballen me sfida të mëdha për rikuperimin e linjës elektrike të Lunxhërisë, duke rrezikuar shpesh edhe sigurinë personale për të garantuar dritë dhe ngroje për banorët.
Balluku vlerësoi maksimalisht sakrificën dhe profesionalizmin e punonjësve të OSHE Gjirokastër, duke i cilësuar ata si heronj të heshtur, fal të cilëve u arrit riparimi i fiderit kryesor në Lunxhëri. Ndërkohë, puna vijon pa u ndalur edhe në zonat të tjera të Gjirokastrës, Libohovës dhe Memaliajt me të njëjtin përkushtim për të shërbyer çdo komuniteti të prekur nga moti i keq. Moti i keq ka përfshirë edhe qytetin e Përmetit, ku rreshjet e dendura dhe prurjet e inerteve shkaktuan përmbytjen e 4 banesave. Kryetaria e Bashkisë Alma Hoxha thotë se familjet janë strehuar në një konvik, ndërsa ekipet e emergjencës po punojnë për rikthimin e situatës në normalitet. Problem në këtë bashkim mbetet aksi rrugor Përmet-Çarçov, i cili ka mbetur i bllokuar dhe ka ndërprerje të qarkullimit të automjeteve. Përmeti është përballur me problematika serioze si pasojë e rreshjeve intensive të shiut gjatë ditëve të fundit. Situata më e rëndë është regjistruar në lagjen Sede, ku rreziku për banesat ka qenë i lartë dhe është dashur evakuimi 4 familjeve. Sipas kryetares së Bashkisë Përmet, Alma Hoxha, strukturat vendore kanë qenë në terren që prej orëve të para, ndërsa disa akse rrugore kanë mbetur të bllokuara ose paraqesin rrezik për qarkullimin. Ashtu si në gjithë vendin, edhe Përmeti gjatë këtyre ditëve është përballur me situata emergjente për shkak të shirave të fundit, të cilat kanë qenë me intensitet jashtëzakonisht të lartë. Ngjarje e fundit edhe më problematike është ajo e datës 7 janar, ku një nga lagjet kryesore të qytetit, siç është lagja Sede, për shkak të çarjes së porojit të Leusës, i cili ka vështruar dhe ka marrë disa banesa, të cilat menjëherë pas sinjalizimit të strukturave vendore të emergjencës civile, familjet e tyre janë evakuar. Është bërë transporti i tyre në disa mjedise të vendosur nga bashkia në rast evakuimi, siç është konvikti i qytetit, dhe 2 familje të tjera të cilat kanë shkuar tek ta afërmit e tyre. Sigurisht kemi edhe situata të tjera emergjente, siç është rruga e Frashërit, e cila është e bllokuar, ku përsëri ne do të vazhdojmë me zhbllokimin e kësaj rruge. Situatë emergjencë kemi përsëri në fshatin Rapsk, edhe atje kemi pasur strukturat tona vendore, janë evakuar 2 familje, cilat janë strehuar pranë të afërmit e tyre, janë marrë gjitha masat nga pushteti vendor, nga bashkia, me qëllim që e para të jetë siguria e njerëzve, gjithë gjës së gjallë, sigurisht edhe shtëpive të tyre, me qëllim që me masat e marra t'i kthehemi normalitetit. Hoxha theksoi se janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të përballuar situatën. Strukturat janë në gatishmëri të plotë dhe po monitorojnë nga afër çdo zonë problematike. Jemi duke monitoruar gjithë situatën në këtë lagje, prurjet ende vazhdojnë me ritme të larta. Kemi marrë gjitha masat në bashkëpunim me të gjitha strukturat vendore të emergjencës, por edhe ato qendrore, me qëllim që ta përballojmë dhe ta kthejmë këtë situatë në normalitet. Ndërkohë, rruga Përmet-Çarçov është aktualisht e pakalueshme, pasi rreshjet e dendura kanë shkaktuar çarjen e Karagjatas në afërsi të vendit të quajtur Ura e Petranit. Autoritetet i bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të shmangin këtë aks. Dhe me këtë material kemi ardhur në fund dhe për këtë ditari informativ lajmesh. Faleminderit që ishit në RTSH Gjirokastra, bashkë ndaj me të duke lënë në shoqërinë e programit tonë Anglish. Kemi këtu.